Në një reagim të bërë në rrjetet sociale, Gjipani ka deklaruar se ka nisur të kërcënojnë pasi doli në krah gjesti dhe dënoi aktin e dhunës nga Josefin Marku. Kanë filluar kërcënimet e para nga njerëz që asociohen me Jozin, siç thonë. Gjithë ju që kërcënoni jetën e jap dhe terrori nuk e pranoj. Jetën e jap, hajde, jetën e jap. Po mendimin tim do ta them gjithmonë për herë. Kjo që ka bërë është e papranueshme, jam kundër, nuk do të bëja kurrë. Distancohem nga ajo gjë 100%. As nuk dua lidhje fare me një njeri që sillet ashtu. Ishte pa besi. E dyta, ju fansat e mi që thoni dhe ti e ke godit, unë nuk e kam godit me gjithë forcën time. Më ka prek, më ka ofendu, e kam shtyrë për jo me gjithë forcën time. Nëse jeni fansat e mi veç pra të gjë që kam për me gjesir ikni, se nuk jeni fansat e mi dhe as nuk duat ju kem, u shpreh Gjipani mjaft i revoltuar. Me sa duket, një luftë ashpër po nis në rrjet. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.